Zoti Islami, çfarë do të thot ikja e Angela Gaçit, i cili pasi u thirr 2 herë në SPAK tashmë ka lënë shënden duke ikur nga kryeministria? Më dëgjoj. Më pas kanë dëgjuar. Dhe Angeli dhe ajo mostra tjetër e Aksit. Më pas kanë dëgjuar se unë jom larg se pardien mos gaboj, u thash, i para lajmërova dhe u thash, ikni kush ka trun kokë sepse Ania Edi Ramës po mbytet, jo me rruj, po mbytet u kam thënë. Dhe ja, ikën 2, prit se do ikin të tjerë tani dal nga dal. Edi Rama është drejt dorëzimit të qeverisë, dorëzimit të pushtetit, dhe Shqipëria është në një situatë shumë kritike. Pse është në situatë kritike? Sepse me ikjen e Edi Ramës kërkon të përfitojë ai kolegu i tij, binjaku i tij Sali Berisha. Kjo është e rrezikshme. Prandaj shqiptarët, intelektualët shqiptarë të ngrihen dhe të marrin patet e vendit në dorë. Shqipëria është në gremiz. Është në gremim, pikë mua. Po, çfarë tregoj këto 2 ikje të fundit të ditës sotme? Të thash pra, është ajo që im paralajmërova unë, thash ikni se po mbytet tani Edi Ramës. Ata e din. Sidomos ajo e Aksit, po të dy janë një bashkëpunëtor dhe bashkëkriminal të dy. Ata mendojnë se do shpëtojnë, nuk do shpëtojnë dhe ata, po dhe s'ka nikur nga qeveria, po jo se do shpëtojnë, që shpëtojnë përgjegjësisë dhe për krimet që kanë bërë, për vjedhjet që kanë bërë, për maskarallet që kanë bërë, i kanë bërë bashkë. Në këtë rast, a mendoni se SPAK-u mund ta ketë rrugën më të hapur për të goditur elemente të tjerë të administratës afër kryeministrit Edi Rama? SPAK-u nuk do që ti godas, se SPAK-u rrugën e ka të hapur, ka me kohë të hapur. Po SPAK-u nuk po vepron. Dhe unë kam thënë, goja ime mos u dëgjoft, po unë kam thënë që mos prisni gjë nga një prokuror që na shpiku termin falsifikim intelektual në Shqipëri. Mos prisni gjë, ai është Vegli Edi Ramës. Krye prokurori i SPAK-ut është Vegli Edi Ramës. Nuk vepron. Ta dini. Dhe vetë ai do vi ora do shkoj, do arrestohet vetë bashkë me Edi Ramën. Në këtë rast, sa i është i rrezikuar Edi Rama, qoftë pas vendimit të gjykatës kushtetuese për pezullimin e Belinda Ballukut, qoftë edhe me ikjen e këtyre 2 elementëve mjaft të rëndësishëm, duhet të thonë. S'ka kush ta arrestojë, s'ka kush ta arrestojë e rrezikuar është. Ai gati për arrestim është. S'ka kush ta arrestojë zotëri, s'ka kush i dalë dot ligjit, mbrojtjes së vendit, mbrojtjes pasurave kombëtare. Edi Rama në grah më të fundit që ka tani në ikje sipër, ka futur njerëzit në sherr. Po shkon dhe kërkojnë që t'u vjedh pronat qytetarëve autokton të Durrësit sot e qindra vjet. Edhe u thot do të prisnim se do rregullojmë, do bëjmë për të hapur vend dhe terren oligarkëve që mbajnë në pushtet Edi Ramën, që e kanë masën e tyre për të vjedhur sa më shumë Shqipëri. Pra, ose do shkojmë aq më tepër do shkojmë në rjoll të Shkodrës. Zotëri Edi Rama po shkatërron me themel gjithçka që ka mbetur në Shqipëri. Edi Rama është rrezik kombëtar. Edi Rama është më i tmerrshëm dhe më i rrezikshëm se sa janë serbët të Kosovës. Më i rrezikshëm se sa janë hebrejt që futët në Palestinë. Është shumë i rrezikshëm. Njerëzit duhet të ngrihen në këmbë ta përmbysin, le që mi bëjnë paralajmëri me Edi Ramës, do i sot e do i nesër. Nuk i kënaqur Edi Rama ikën me përmbysje pikë. Po, në këtë rast, ikja e tij mos ndoshta mund të vijë nga jashtë, teksa ditën e sotme ai nuk ishte i pranishëm në konferencën e sigurisë në Myni, ndërkohë ndryshe nga ai kryeministri i Kosovës Albin Kurti ishte i pranishëm atje dhe për të plotësuar mungesën e tij kishte dërguar Tauland Ballën. Ka çuar atë Taulandin. Po përse vajti atje Taulandi, kërkoj motor, gjeti motor në Myni, përse vajti. Zotëri, nuk e qasë më njeri Edi Ramën. I ka dalë boja më Shqip. Ore, sa toni ju ta kuptoni e ta shikoni që Edi Ramës e ka dalë boja?
Katalboja më është bërë Karagjos, më është bërë Palacio Cirku. Nuk e shef më njeri, nuk e pranon më njeri. As femrat që ka pasur konkubinat që ka pasur për ti nuk e duan. E këto ka mbaruar Edi Rama, për ata që kanë synë balë të shofin. Rrinë se s'ka kushtimar fronin, kjo është tjetër punë, s'ka kushtar gojë. Sepse kandidati tjetër që pretendon për ta rëzuar, është më i likë se Edi Rama, është më hajdut se Edi Rama. Kështu që Edi Rama do të vi rëzimi nga jashtë, jo nga këtu. Në këtë rast, a është ky një sinjal sa i përket qoftë nga Gjermania kundrejt Edi Ramës, po qoftë edhe nga vendet e tjera aleate pra të Shqipërisë, të cilat i kanë dhënë një sinjal të fortë të kryeministit Edi Rama, duke qenë sa i mungoi, pra nuk ishte i pranishëm në Davos ku firmos bordi i paqes, por edhe sot ku duhet të ishte në konferencën e sigurisë në Myni, që është një nga konferencat më të rëndësishme, ai sërish mungoi. Nuk mungoi, jo. Nuk e pranojnë. Se pranojnë. Është tjetër që të lutem. Jo se ka rëndësi fjala. Është tjetër gjë që mungoi se ishte me grip, dhe tjetër gjë të thuash e kanë lënë në vend të qenit atje, se pranon njëri aste shtegu jashtë nuk e pranojnë, jo më të vjetë e brënda. Se Edi Rama ka mbaruar, po e them për të disajtën herë. E kam thënë me kohë dhe po dalën fjalët e mia një nga një. Apo kam gabim, kanë dalë apo s'kan dalë një? Jo, ke qenë korrekt. Konfirmosh edhe ti atë që kam thënë. Po, ke qenë korrekt. Saktë apo këtë. Pra, Edi Rama është i mbaruar. E ka do kotëri akoma në pushtet. Do të ikin të tjerë, nëse pas e do shopësh. Këtu do jemi. A mos ndoshta ka pasur më të rëndësishme konferencën e prezantimit të Dashnor Sulës në krye të inspektoriatit të vendit se sa konferencën e sigurisë në Myni? Po sa i mafje të reguar me këta, qa dua, mor. Jeti një qapaqulla atje që ka ndruar 25 karike, 25 partije edhe pozicione edhe vuri atje edhe kujto se do me thënë me që ishtë hapu një zgabre madhe anjes të ti dhe po futuj me tonelata dhe po mbytet jeti që ti vërë një tap Dashnor Sulës. Jo mërë zotëri, jo. Edi Rama ikën. Edi Rama si që shikoni del dhe talët me ata që ka referotu. Në kaca të mëndsur atje të partia që të ajo banda që a i drejton se nuk është parti, të i lëm shakat, ajo është një band kriminelës, një band hajdutës, që në bashkëpunim me bandët tjetër që quhet Parti Demokratike, vjedhin, grabisin, e shkallnuan Shqipërinë, po i hanë dhe koskat Shqipërisë ata kriminelë. E kupton, legje po shatisin njëherë për ditë dhe po përzëm shqiptarët, po më ka lindur një shpresë e re. Dhe dua që prej këtu të përshëndes kolonel Dritan Demiraj, një burr shteti, ai është burr shteti, pa dhe tashaj kush të doj, kujt i vjen tharët të pejuthull, Dritan Demiraj është burr shteti. Dhe se ka ndjekur në për intervistat të ndryshme, ka qenë ministri, e pa se që lukuni banditis dhe hajdutës ishin këta, dha dore që e niku dhe ka vajtur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe unë pres se Dritan Demiraj dhe intelektualë të tjerë shqiptarë, brenda dhe jashtë Shqipërisë, të qohemi dhe të marrim fatet e vendit në dorë. Do me thënë, o sot o kur, më keq s'ka ku vete më. Asnjë investim, shikoni investim një kundi? Jo. Asnjë ndërtim, asnjë hapje vend pune, absolutisht asnjë, vetëm ikni. Kanë marrë, kam qeshur djedi, jo, i bëdhen që qytetarë për të qeshur. Më thot, dje një miku im kështë e marrë një, miku tim kështë e marrë një filipineze për të punuar në shtëpi, familje. E mbajtë në 2 muaj, e vetë një gjë që dinte të bënte, ishte të pastronte xhamat dhe të pastronte tualetin. Mori thanë 100.000 herë se si gatuhet fasulja, apo si bëhet sallata, e pa mundur, nuk merrteve gjikundi, nuk merrteve shpare, dhe më në fund pare quan, nuk e di ku quan në një vend tjetër, janë në asaj kompani që kishte dërguar. Pra,
shqiptarët duhet të duan njëri tjetrin, të duan shqiptarët të bëjmë kompakt të dy grupimet e mëdha të hajdutëve politik në Shqipëri, t'i lëmë njanë, t'i çojmë në koshin e plerave të historisë dhe t'i dalëm zot vendit. T'i dalëm zot vendit, po u them prapë shqiptarëve, kush ka vesh të më dëgjoj, kush ka besim tek unë, që mendon se mund të jemi i nevojshëm, jam gati në çdo kohë, në çdo vend. Ka nevojë për burra.